Parabolia që dëgjuam sot nga Ungjilli i Shenjtë është një nga pjesët më të thella dhe më emocionuese të Ungjillit. Padyshim që i gjithë lajmi i mirë është fjala e Zotit, edhe për këtë ka një peshë dhe një rëndësi të madhe në jetën tonë. Por veçanërisht parabolia e sotme, sepse ajo na vendos ne në pozitën që të bëjmë një bilans të jetës sonë shpirtërore, që të shikojmë pozicionin se ku ne ndodhemi në raport me fjalën e Perëndisë. Doli Zoti të mbjell farën e tij, na thot Ungjilli i sotëm. Edhe teksa hodhi farën, një pjesë ra në rrugë të shkelur, edhe zojt shkuan dhe hëngrën, dhe njerëzit e shkelën dhe aty nuk mbiu ajo farë. Një pjesë tjetër ra në tokë gurore, gurishte, edhe në atë pak dhe që kishte ajo mbiu, por kur rënjët shkuan në gur, ato u thanë sepse nuk ishte lagështi. Dhe një pjesë tjetër e farës ra në tokë me gjëmba. Aty zuri rënj edhe filloi të rritej, po gjëmbat edhe shkurret u rritën bashkë me atë edhe ja zun frymën, edhe kjo pjesë e farës nuk pati mundësi që të jap fryt. Dhe një pjesë tjetër ra në tokë të mirë, edhe aty dha fryte 1/100. Fillon parabolia e sotme duke thënë doli mbjellësi. E të shikojmë pak vëllezër dhe motra, kujt i referohet Zoti ynë Jesu Krisht në këtë frazë. Doli mbjellësi të mbjell farën e tij, i referohet pikërisht vetes së tij. Mbjellësi për të cilin flet parabolia e sotme është Zoti ynë Jesu Krisht dhe thot doli, prej nga doli, zbriti prej qiellit. Për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit dhe u trupëzua prej shpirtit të shenjtë dhe virgjëreshës Mari, edhe u bë njeri. E përuli Zoti Jesu Krisht veten e tij, zbriti në tokë, pa u ndal asnjë moment prej atit. E zbrazi veten e tij, u bë njeri, mori natyrën tonë, u bë Perëndia njeri në mënyrë që ne të bëhemi Perëndi sipas hirit, na thon etrit e kishës. Zbriti Krishti në tokë për të vendosur paqen midis njerëzve dhe Perëndisë. Zbriti Krishti për të rrëzuar mes murin e armiqësisë që ishte vendosur midis nesh dhe Perëndis, ashtu siç na thot një tropar i bukur i kishës sonë. Zbriti pra për t'ju thënë njerëzve se mund përsëri të miqësohen me Perëndin. Kanë dhe një mundësi të re për të fituar parajsën, të cilën e humbur për shkak të mëkatit. Dhe thara që ai doli të mbjell në këtë botë, vëllezër dhe motra, është Ungjilli i mbretërisë. Është pikërisht kjo që thamë më sipër, lajmi i mirë, sepse i erdhi botës shpëtimi, sepse koha u plotësua, ashtu siç thot apostull Pavli, dhe dërgoi Perëndia të birin te bota. Vëllezër dhe motra, ashtu si çdo bujk që del të mbjell farën e tij, e përgatit paraprakisht tokën ku do të hedh farën, ashtu dhe Zoti, Perëndia, përgjatë gjithë kohërave, që nga momenti që të parëgatuarit u larguan nga parajsa, e kishte përgatitur njerëzimin, se në një moment të caktuar, në kohën e duhur, atëherë kur Perëndia të gjykonte se gjithçka ishte gati, do të vinte shpëtimtari. Nëse e kujtoni tek Zanafilla, sapo Perëndia i dëboi Adamin dhe Evën nga parajsa dhe vuli ëngjëll që të ruanin dyert e saj, Zoti u drejtua gjarprit dhe i tha, do të vendos armiqësinë midis farës tënde dhe farës së gruas, dhe ai do të ta shtypi kokën, edhe ti do t'i kafshosh thembrën. Dhe në këtë profeci flitet pikërisht për ardhjen e Zotit ton Jesu Krisht. Thonë etrit e kishës, sepse nëpërmjet gruas, nëpërmjet njeriut, nëpërmjet gruas hyri mëkati në botë, dhe nëpërmjet gruas do të linte ai që do ta shuante mëkatin, do ta vriste atë dhe do t'i jepte njerëzve sërish mundësinë e shpëtimit.
Pra gruaja e parë ishte Eva në parajs, edhe gruaja e dytë ishte hylindësja që do të linte birin e Perëndis Zotin ton Jesu Krisht. Dhe në një vend tjetër Isaia 800 më shumë vjet përpara se Perëndia të linte do të thoshte ja vigjëresha tek mbetet me barr, edhe do të lind një bir. Pra gjatë gjithë kohës e gjithë vjata e vjetër është një profeci për ardhjen e Zotit ton Jesu Krisht në tokë. Dhe me gjithë këto për vëllezër dhe motra mund të kuptojmë se ashtu si mbjellësi edhe fara janë në këtë histori dy faktorë të përsosur. Dhe në qoftë se i gjithë rezultati do të varej prej tyre, do të ishte një bollëk i madh dhe do të ishte gjithashtu një sukses i madh. Pra nuk kemi asnjë tëmet, as tek mbjellësi, as tek fara. Mbjellësi e kishte bërë punën e tij në mënyrë perfekte dhe fara ishte ajo që duhej për të pasur prodhimin e duhur. Tani le të shikojmë pak tokën në të cilën u mboll kjo farë dhe le ta shikojmë me vëmendje, sepse te kjo tokë gjithsecili prej nesh do të gjej veten e tij. Dhe kjo është faktori kyç për prodhimin e farës të cilën mbjellësi doli të mbjell. Dhe na thot Zoti, një pjesë e farës ra në rrugë të shkelur. Te kjo pjesë e farës bëjnë pjesë njerëzit të cilët e dëgjojnë fjalën e Perëndis, por ajo nuk u bën atyre asnjë përshtypje. Janë njerëzit që jetojnë në rrugë në mes të zhurmës, edhe kalojnë mendime, shqetësime, tinguj, reklama, çdo gjë, dhe ata nuk e kanë mendjen për ta dëgjuar fjalën e Perëndis, edhe ajo kalon tek ata pa lënë asnjë gjurmë. Edhe thot Zoti, pastaj vjen djalli dhe e merr farën nëpërmjet këtyre gjërave. Dhe këta njerëz humbin çdo lloj mundësie për të besuar dhe për të shpëtuar shpirtin e tyre. Kjo lloj fare, këta njerëz, vëllezër dhe motra, dhe nëse ne jemi ata, kemi nevojë që të heqim këtë pluhurin e madh të neglizhencës, dhe të mungesës së vëmendjes, dhe të ushtrojmë veten tonë nëpërmjet heshtjes dhe nëpërmjet lutjes, që fara e Perëndis ta dëgjojmë, ta vëmë re dhe të mësojmë prej saj. Pjesa e dytë e tokës, thot Zoti, ishte toka që kishte gur, që ishte pothuajse mbi shkëmbë. Aty kishte pak dhe, edhe fara pasi ra, zuri vend dhe filloi të rritej. Po sapo rrënjët e saj takua në gur, aty fara u tha sepse nuk ishte lagështi. Te kjo pjesë e farës, Zoti i përshkruan ata njerëz, vëllezër dhe motra që janë entuziast, që e dëgjojnë fjalën e Perëndis në mënyrë poetike, romantike, entuziazmohen me të dhe nisin me zell të madh. Por sapo takojnë në vështirësinë e parë, ata njerëz dorëzohen, sepse kanë krijuar përshtypjen për një besim pa kryq. Kanë krijuar përshtypjen për një dashuri e cila nuk do të thirret në një moment që të sakrifikojë për tjetrin dhe të mundohet për tjetrin. Kanë krijuar idenë e një shpëtimi pa mundim. Gjëra të tilla në krishtërim nuk ka, vëllezër dhe motra, sepse Zoti thot kush do të vi pas meje, le të mohoj veten e tij, le të ngrer kryqin e tij dhe le të më vijë pas. Dhe këta njerëz, vëllezër dhe motra, kanë nevojë që të ushtrohen në fjalën e Perëndis, të ushtrohen në lutje, dhe atje ku është mungesa e ujit, ta uisin fjalën e Perëndis që dëgjuan nëpërmjet shpirtit të shenjtë, nëpërmjet lutjes, kreshmimit, mistereve të kishës dhe jetës adhuruese të saj. Kategoria e tretë e farës që na përshkruan Ungjilli i sotëm është ajo farë që bie në mes të ferrave. Dhe atje ferrat rriten dhe ja zën frymën dhe ajo nuk jep fryte. Në këtë kategori Zoti donte të përshkruante njerëzit që e dëgjojnë fjalën e Perëndis, edhe duan që të japi fryte, por ja që e kanë mendjen edhe tek bota, e kanë mendjen edhe tek pasuria, e kanë mendjen edhe tek karriera, e kanë mendjen edhe tek dëfrimet e kësaj bote. Dhe ndërkohë që merren me këto, nuk merren aq sa duhet me fjalën e Perëndis, edhe ajo shteret, thahet edhe nuk jep fryte. Në qoftë se jemi te kjo kategori njerëzish, vëllezër,
duhet që të largojmë vëmendjen tonë nga gjërat që nuk janë qëllimi i jetës sonë. Vërtet, pasuria është një gjë që në qoftë se e kuptojmë ashtu siç duhet dhe e përdorim në mënyrën e duhur, është e mirë dhe për ne dhe për njerëzit. Nëse jemi në gjendje të dallojmë se ajo nuk është një qëllim në vetvete, por që është një mjet, nëse jemi në gjendje të dallojmë që ne nuk jemi ne pronarët e saj, por jemi administratorët e saj dhe Perëndia nuk na i ka dhënë vetëm për veten tonë, por që ta vëmë atë dhe në shërbim të tjerëve. Atëherë kjo është një gjë e mirë dhe mund ta përdorim për të mirë, por duhet të largojmë veten tonë nga dëfrimet e tepërta të botës. Të japim kohë farës që të rritet, të japim kohë fjalës së Perëndis, të japim ngrohtësinë e dur, lagështinë e dur, që ajo të rritet brenda nesh dhe të jap fryte. Dhe aty ku jemi të dhënë pas karrierës, pas pasurisë, pas pozitës shoqërore dhe pas dëprimeve të jetës, të jepemi pas lutjes, pas kreshmimit, pas ndihmës ndaj të varfërve, të jepemi ndaj jetës adhuruese të kishës, të jepemi për të ndihmuar të vejat edhe jetimët, ata të pamundurit e shoqërisë sonë që shpeshherë i lëmë në cep edhe bëjmë sikur nuk i shikojmë kur kalojmë. Ekziston dhe një farë tjetër për të cilën na flet Ungjilli i sotëm. Ajo thot është fara që ra në dhe të mirë, edhe aty gjeti ngrohtësi, gjeti lagështi, e gjeti tokën të pluguar, të pastruar, edhe aty dha fryte 1/100. Këta vëllezër dhe motra janë njerëzit, të cilët e dëgjojnë fjalën e Perëndis. Dhe nuk e dëgjojnë atë vetëm me vesh, por e bëjnë pjesë të tyre, e fusin në zemrën e tyre, e ushqejnë atë me ngrohtësinë e lutjes, e ushqejnë me lagështinë e dashurisë, edhe ajo aty jep fryte dhe realizohet misioni i mbjellësit nëpërmjet farës në këtë tokë, në kategorinë e 4 që Zoti na përmendi sot në Ungjill. Të dashur, këto 4 kategori tokash që përmendëm nuk janë 4 lloje njerëzish të ndryshëm. Mund të jenë edhe të tillë, por më shumë jemi ne, që shpeshherë jemi si ajo toka që është rrugë e shkelur, që njëherë jemi si ajo toka gurishte që nuk ka dhe për të ndihmuar farën të lindë, dhe herë tjetër jemi si ajo toka ku përveç farës së Zotit janë edhe ferrat, edhe gjëmbat, dhe më rrallë ndoshta jemi ajo toka e mirë që mbjellim fjalën e Perëndis në zemrën tonë edhe ajo jep fryt. Le të mos dëshpërohemi nëse jemi në të 4 kategoritë apo edhe në ndonjë prej tyre. Le të kemi vëmendjen dhe të jemi të bindur se mbjellësi doli atëherë për të mbjell farën e tij, por ai e mbjell atë në mënyrë diakronike. Dhe sot fara e mbretërisë së Perëndis mbillet nëpërmjet kishës, nëpërmjet klerikëve, nëpërmjet mësuesve dhe katekistëve. Dhe le të jemi të gatshëm për ta marrë atë në çdo moment. Dhe nëse kemi gabuar deri më sot, le ta marrim atë, le ta dëgjojmë atë, le të lexojmë shkrimin e shenjtë, të gjejmë pa kohë çdo ditë, edhe ta rrisim atë në zemrën tonë, të bëhemi tokë e mirë, ta kultivojmë zemrën tonë me pendimin, ta ushqejmë farën e Perëndis brenda saj me dashurinë, edhe ta uisim me lutjen, me kreshmimin dhe me jetën adhuruese dhe me misteret e kishës, dhe të jemi të sigurt se ajo do të çelë dhe ashtu si thot Zoti do të jap fryte 100 fish. Kjo është thirrja që na bën Zoti në fund të Ungjillit të tij që thot: kush ka vesh për të dëgjuar le të dëgjojë. Le të jemi pra të vëmendshëm në porositë e Zotit. Le të jemi të vëmendshëm në thirrjen që kisha na bën edhe sot, sepse është një vëmendje që në qoftë se nuk e kemi na kushton përjetësinë, por në qoftë se e kemi dhe e përdorim në mënyrën e duhur, atëherë na fal jetën e përjetshme dhe mbretërinë e qiejve. Dhënë të Zoti që zemra jonë të bëhet si toka e mirë, edhe fara e Perëndis të jap fryte brenda saj, edhe të bëhemi ne ai kandili që është në qendër dhe e shikojnë të gjithë njerëzit, sepse vëllezër dhe motra, edhe ne jemi ata që e mbjellim fjalën e Perëndis, edhe ne jemi të krishterë, edhe njerëzit tek ne shikojnë mënyrën se si jetojmë. Nëse ne jetojmë në përputhje me Ungjillin,
atëherë dhe ne jemi duke mbjell farën e Perëndis në zemrat e atyre njerëzve që janë pranë nesh. Nëse ne quhemi të krishterë, e shpallim se jemi të krishterë, por jeta jo nuk është më përputhje me Ungjillin, atëherë misioni ynë si mbjellës të farës është i dështuar. Pra, le t'i japim vëmendje këtyre gjërave që tham sot të bazuar në Ungjillin, dhe Perëndia e bëft zemrën tonë dhe të secilit prej jush një tokë të mirë dhe të frutshme që të jap fryte 100 fish. U bëft.